Ç'pun ka UÇK-ja në një protestë masive të popullit shqiptar kundër një regjimi totalitar, anakronik, autokratik, maskara, mashtrues, korruptuar, çfarë duash ti? Ç'pun ka? Miqtë të Piskut, ju përshëndesim. Uroj që t'jeni mirë. Ja kur i takuam sërish me profesor Angel Lukën, që ju her pas here me këtë vrrullin e madh, me këtë presionin e madh, me këtë aktualitetin që po ndodh në Shqipëri për sa i përket protestës, që ne kemi qëndruar që nga dita e parë edhe vazhdojmë të jemi atje në çdo moment. Thonë ore, po profesor Lukën, ku e keni? Ma shkruaj njerëz, ku e keni Lukën? Ku e keni Lukën? Dhe shumë nga ata thonë që Luka është nga njerëzit më drejtë që duhet të ishte aty dhe duhet të ishte në pjesët e rëndësishme të shtetit shqiptar. Atëre, i falenderoj ata njerëzit që interesohen për mua. Jam i sigurt që pothuajse të gjithë ata që e kanë shprehur këtë janë edhe patriotë të mirë. Tani edhe një herë për të 1 milion të nerë, t'i bjem cyllës me një vrim që Angel Luka ka dhënë një kontribut ashtu siç e dini prej shumë vitesh, por Angel Luka nuk mund të vendosi sot atë që po ndodh për shkak të mungesës absolute financiare. Tani mundoni ta kuptoni këtë. Nëse Sali Berisha, Edi Rama, Ilir Meta, më thet tash, po zbrazin thas me para për të futur në këtë hov popullor, për të futur njerëzit e tyre dhe për të kapur protestën dhe për ta devijuar sipas interesave të tyre, Angel Luka nuk bën dot asgjë sepse nuk ka absolutisht asnjë mundësi. Tani, po e them si thirrje, po ju merreni si doni që më ndihmoni financiarisht që të marr parat e mia. Dhe jo vetëm kaq, kuptoni kryesoren, parat e mia janë para që i hiqen krimit me pushtet. Sa kohë që ata mbajnë këtë para, ju nuk keni asnjë lloj mundësie të vendosni jo vetëm për problemet tuaja, por mbi të gjitha për atë që është problemi ynë kryesor sot, për tradhtin kombëtare që po bën Edi Rama, Sali Berisha me shok. Tani, unë shikoj në për parulla edhe zera që bërtasin, ta marri spaku në dorë, t'ju bëjnë namin këtyre. Po vinë Amerikanët do na shpëtojnë, do ja u bëjnë këtyre qefesht. Ore mblidhen i trut e kokës. Jeni budallepsur deri në atë pikë, sa të mos e kuptoni që kjo që po ndodh, është pikërisht vepra e amerikanëve dhe e spakut. E kuptoni apo jo? Domethënë, këtë Sazanin kush po e merr? Nga kush e kemi ne këtë të keqe të madhe? Nga amerikanët, nga presidenti amerikan, nga familjarët e tij. Si kërkoni juve, se si shpresoni që ky të na shpëtojnë neve, nga çdo të na shpëtojnë, nga vetja? Po tani do t'ju them një gjë tjetër, se jo më kot e thjera Altinin. Për një gjë shumë prokuroria. Kjo është prokuroria. Prokuroria, prandaj jemi ultu, jemi në kafe, se do thoni pastaj pse s'kemi marrë një kafe. Në këtë përgjithësi njerëzit merren me detajet vogla dhe bën mëdha. S'ka gjë. Angeli nuk ka nevojë për kafe. Angeli i është përkushtuar kësaj lufte, kam 18 vjet këtu dhe me që kam një vendim të formës prerë në dorë që duhet të marr paratë e mia aty, ka 2 vjet që ri ashtu, bile dje isha në prokurorinë e apelit dhe përsëri kanë zhvendosur 2 vendime të tjera që duhet ishin marrë para 2 muajsh, para 3 muajsh, i kanë zhdukur fare. Domethënë nuk i kanë bërë me qëllim që se e dinë që duhet më japin të drejtë mua. E kupton? Tani, këtu si në shumë institucione të vendit, sigurinë fizike, pra rojet janë të Ilirian Guard. Ilirian Guard është pjesë e shtetit. Nuk është kompani fizike e ruajtjes fizike private. Është private shtetërore, se çfarë nuk kuptojnë këta me këtë fjalë një zot e di. Është thjesht pronë e shtetit, që merr para nga shteti dhe ja jep prapë shtetit. Dhe mban këta. Kuptoni mirë që këta lloj, dhe unë i kam kallëzuar me emra personat, më kanë shpallur mua non grata. Imagjino çfarë debilliku. Domethënë, si të kanë shpallur non grata. Po pra, kanë nxjerr urdhër, mos u fut në institucion. Po? Pse? Për çfarë arsye? Kote. Ja pse tamam ta them unë. Para 2 javësh, në bazë të ligjit 55/2018 për avokatin, e kupton?
është neni 13, mos gaboj, pika 2 Garmae, e cila sankcionon me ligj se avokat nuk mund të shërbej ai që është i dënuar me vendim të formës prerë nga organi kompetent. Që mund të jenë këta që janë përjashtuar nga vettingu me vendim të formës prerë, apo në një që ka qenë i dënuar për një vepër X penale. Tani, me që doli ky ligj dhe shumë nga këta prokurorët që kanë qenë prokurorë këtu, tani me të shkarkuar kanë marrë licenca dhe kanë filluar punën si avokat, këta nuk bëjnë vetëm avokatin, këta bëjnë dhe sekseri, këta bëjnë pazare. Se ka qenë shok këta, njifeshin, e kupton? Domethënë, nëse normalisht do ulesh e ti me një prokuror do thonë, ore, ç'është filani? Ndërsa me ata nuk thonë, se ata shok ishin dje, shok janë sot. Dhe unë në bazë të ligjit kam kërkuar zyrës avokatisë, domethënë dhomës kombëtare të avokatisë, që ata të përjashtohen nga e drejta e ushtrimit të profesionit. Dhe një letër të tillë ja kam dhënë dhe prokurorisë. Ditën që jo ditën, po orën që unë i kam dhënë këtë letër prokurorisë dhe me emra. Të shpallën grada pse? Më shpallën në ikti më thanë mua se i problem. Jo vetëm kaq, po shiko këtu. Në mënyrën më të poshtër e më tinzare, thonë që ti je si gjithë të tjerët. Je popull. Që kanë popull? Çfarë do thotë kjo? Popull do të thotë çu, prit. Popull, për shembull, ti je popull sepse nuk ke asnjë interes aty. Nga momenti që një njeri është në statusin e të dëmtuarit të veprës penale, ai nuk është me popull. Është në gjuhën e ligjit quhet person me cilësi të veçanta. Në rastin tim, unë jam person me cilësi të veçanta njohur nga gjykata me vendim të formës prerë, nuk jam popullun. Ajo derë duhet të rri ditë natë hapur për mua, deri në sekondën që prokuroria do zbatoj, do ekzekutoj vendimin që i ka dhënë gjykata. Që sa kohë bë që e ka dhënë gjykata vendimin? 2 vjet e kusur. 2 vjet e kusur. Domethënë që nga 15, që nga 15 maj 2024-s, sot jemi në korrik të 2026-s, ka 2 vjet e 3 muaj mos gaboj, apo dhe 2 muaj. 2 vjet e 2 muaj, këta nuk lëvizin nga vendi dhe kallëzimet e mia kanë qenë, domethënë në mos gaboj deri në 2022-shin kanë qenë 25 kallëzime në gjykatën e jurisdiksionit përgjithshëm, sot janë mbi 100. Domethënë pjesa më e madhe janë bërë pasi unë nuk duhet të bënja me asnjë kallëzim, sepse ka dalë vendimi i gjykatës, duhet të regjistroj, të ekzekutoj, unë të merr aparatin pikë. Dhe s'duhet vija me fare këtu. Tani do hidhemi në atë kryesore. Sipas nenit 1B të kodit penal, prokuroria si institucion, domethënë prokuroria e përgjithshme, prokuroritë e rrethave të jurisdiksionit përgjithshëm dhe mbi të gjitha SPAK kanë një objektiv. Dhe objektivi midis të tjerave është ruajtja e sigurisë kombëtare, e territorit dhe e sovranitetit të shtetit. Plus pasaj ruajtja e familjes, ruajtja e komunitetit, bashkëtesa e midis grupeve fetare tjera janë pjesë e këtij objektivi. Por parsor është ruajtja e territorit dhe integritetit, sovranitetit institucional. Që do të thotë, sipas ligjit, kodit penal, SPAK dhe prokuroritë e rrethave, sidomos kjo këtu, kanë për detyrë që të bëjnë kallëzim penal dhe të bëjnë veprime të drejtë për drejta, arrestime, mëse të thash, të gjitha atyre personave që kanë cënuar integritetin dhe territorin e shtetit shqiptar. Domethënë, të gjitha këto që sot bëjnë ata sikur trajtojnë, janë faji tyre. Jo faji sot, faji gjithmoshëm. Sipas ligjit, mbi shërbimin informativ shtetëror, prokurori i përgjithshëm është përgjegjës për veprimet dhe mos veprimet sipas ligjit të shërbimit informativ. E kupton? Vlora Hyseni është person i jashtëligjshëm. Dhe prokurori i përgjithshëm duhet të kishte ngritur, jo vetëm do të kërkonte urgjentisht përjashtimin e Vlora Hysenit nga shërbimi, po do të ngrinte padi penale direkt ndaj kryeministrit dhe ndaj presidentit që e miratoi. Tani le të hidhemi në faktin konkret, siç e dini, ne e dim të gjithë me fjalë që kemi atë problemin në Sazan, kemi problemin në Zvërnec, që nuk janë probleme vetëm për natyrën. Natyrisht është edhe për mbrojtja e natyrës, sigurisht,
Natyrisht është dhe mbrojtja e pronës private, sigurisht, për të gjithë personat që janë dëmtuar, apo për ata që kanë dëmtuar dhe duhet të hetohen dhe të arrestohen, po kemi kryesoren integritetin territorial të shtetit shqiptar, mos cënushmërinë e këtij integriteti. Tani, përveç këtyre dy zonave të mëdha dhe atë që ne kemi folur që është Gjadri, që është, domethënë, hapi i parë i shpërberjes së territorit shqiptar, dhe tani që e fazat e testit, që u ka që faqe testit, dhe shqiptarët mbyllën gojën. Dhe tani na pas ka dalë, siç është edhe dokumentuar, që deputeti Agron Shejaj pas ka nxjerrë një dokument sipas të cilit aktori turk pas ka marrë 88 hektar tokë në Vlorë. Tani do të ndalemi 2 sekonda në këtë rast se është jashtëzakonisht specifik për të kuptuar natyrën jashtëzakonisht kriminale të institucioneve shqiptare dhe të shtetit shqiptar me në krye natyrisht Edi Rama. Dëgjoni mirë. Qa bëhet shumë e... Aktori turk nuk është thjesht aktori turk. Prit. Është personi që simbolizon madhështinë e perandorisë osmane. Po, sa i atë e ka luajtur atë në film. Prit. E simbolizon ai drejt për drejt. Domethënë njerëzit kur e shikojnë kudo në përballë thon Osmani i madhërishëm. Osmani, palla e parë e perandorisë osmane ka qenë Osmani. Dakor? Dhe këtij personi janë dhënë 88 hektar tokë në Vlorë. Çfarë është Vlora? Vlora është vendi që ka ngritur flamurin kundër perandorisë osmane. Prit, kemi mbaruar. Domethënë kemi simbol aktorin që simbolizon perandorinë osmane, që na ka pushtuar dhe na ka mbajtur 500 e kusur vjet. Ndërkohë që ne kemi ngritur flamurin në Vlorë. Dhe ne kemi ngritur në flamurin në Vlorë pikërisht kundër perandorisë osmane. Prit. Po këtu ka një gjë tjetër shumë herë më të rëndë se kaq që ta kuptoni ju arsyen pse Edi Rama ka qenë i detyruar ta japin, nuk e ka dhënë me qef dhe kështu se ka simpati për aktorin. Jo. Për ata që se din, dhe unë e kam të dokumentuar, të jeni të sigurt. Për aq sa mund të dokumentoj unë, sepse dokumentat kryesorë ndodhen për institucione që nuk janë në dorën time, por që nëse s'pak do kishte bërë detyrën e vet, ashtu siç duhet e kishte bërë që nga sekonda e parë, do të gjente provat të padiskutueshme rreth kësaj që unë do të them tani. Dhe që e thash atje te Osmani tjetër, te kolegu jot. Po, te Osman Stafa. Ashtu, te Osman Stafa në News 24. News 24 gjatë protestës. Ndoshta ca njerëz e kanë kapur dhe ca njerëz nuk e kanë kapur. Tani në mos gaboj në nëntor të për këtë temë? Po, pikërisht për këtë fola. Po. Ki fol te Osmani për Osmanin. Po, pra, te Osmani për Osmanin. Në vitin 2020 në nëntor ka ndodhur një akt terrorist, dëgjoni mirë, në Vjenë, ku një person që me sa di unë është marrë nga burgjet e Maqedonisë, një i dënuar atje, njeri me mungesë të rëndë karakteri, ndoshta i kapur dhe në vepra shumë të rënda penale dhe rrezikon të shumë më rëndë, e kanë bindur për të kryer një akt terrorist në Vjenë. Dëgjoni mirë. Zotëria ka shkuar në mes të Vjenës dhe viktimën e parë që ka bërë ka qenë një shqiptar 19 vjeçar. Në Vjenë, 3 milion banor, viktima e parë bam një 19 vjeçar shqiptar. Bam tope në vend. Ka plagosur më duket dhe një 3-4 të tjerë dhe është neutralizuar, nuk e di se mbaj mend tash arrestuar më duket, nga një police shqiptare në Vjenë. Dëgjoj mirë tani. Domethënë, terroristi shqiptar, dëgjoj mirë tani. Viktima shqiptare dhe heroi që neutralizon viktimën shqiptar në Vjenë. Çka koincidencë, Çka koincidencë. Prit tani. Sipas meje, sipas gjithë informacionit që kisha grumbulluar në atë kohë, dhe sipas konfliktit jashtëzakonisht të rëndë që unë ka pasur me prokurorin, me shtetin shqiptar. Si shef gjërat ose nga dolin nga Osmani, na dolin në Vjenë tani. Prit, se s'kemi mbaruar, prit. 6 vitesh. Po. Para 6 vitesh. Dhe për mua gjithë ky inskenim ka qenë bërë nga francezët. Së bashku me serbët. Dhe së bashku me policinë vjeneze. Se mos harroni që në Vjenë ka pasur njerëz që shumë rënd
kanë lobuar për serbët gjatë këtyre viteve. E kupton? Dhe ka ndodhur kjo dhe kanë qenë turqit që kanë zbuluar pikërisht këtë reng. S'po ta them si e qyshe teku. Sepse duhet të dini që shteti turk ka një shërbim spionazhi jashtëzakonisht fuqishëm, edhe për faktin se në zonën Zvicër, Austri, Gjermani, sidomos, turqit kanë një komunitet jashtëzakonisht të madh. Mos gabojmë, janë 3-4 milion turqë në Gjermani. Po kaq janë, domethënë, kanë edhe shumë pushtet. Po pra, edhe kanë shumë pushtet, kanë pasuri, më thet tash. Dhe gjermanët dhe këta zviceranët dhe austriakët kanë pasurinë në Turqi. Kanë prona, kanë industrira, kanë më thet tash. Domethënë kanë ndërthurje. Kanë qenë turqit që e kanë zbuluar këtë dhe turqit kanë filluar të vënë në lëvizje gjithçka për të përfituar vetë. Ku? Për të shantazhuar francezët. Atëherë. Po, okay. Pritani. Jo thashë u kthyen për sot. Pritani, po në mes janë shqiptarët, domethënë gjithë loja bej që të paraqiteshin shqiptarët si popull agresiv, terrorist dhe islamist. Domethënë sikur shteti shqiptar është një shtet fundamentalist islamist. E kupton? Të tëra këto natyrisht i ka ditur dhe Edi Rama. Dhe pikërisht në atë kohë ju keni parë Edi Ramën duke bredhur sa në Paris, në Ankara. Loja s'ka mbaruar. Nëpërmjet Edi Ramës qarkullonin gjitha llojet e transaksioneve që bëheshin midis francezëve dhe turqëve. Po ti kujton se në Shqipëri mund të mos merret vesh asgjë nga këto gjëra? Pikërisht aty lindi Belinda Balluku, aseti grekëve. Grekët e morën vesh çka kishte bërë Edi Rama dhe çka kishin sajuar francezët dhe turqët. Prit. Dhe në radhë të parë kërkuan që të kishin pjesë në qeveri. Dhe në radhë të dytë kërkuan edhe ata pjesë të tjera në gjithë këtë lojë. Dhe ç'a ndodh? Përveç ç'a shikoni juve, ç'a marrin turqit, ç'a marrin grekët, ç'a marrin amerikanët, ç'a marrin francezët. Për faktin që këtu, sa ka 5-6 muaj që erdhi ambasadorja amerikane nga Greqia këtu? Po, që ajo me shalë për Ç'a jashtë. kujtoni ju se vinë ata? Që erë me shalë për jashtë. Për ç'a kujtoni ju se vinë ju në dalin ata? Bë kafe të mirë, Edi Rama që ke kopshi vetë të madhe. Ka një makinë ekspres. Apo e bën turke. Po turke, ti me ambasadorën amerikanë në Greqi, të në Shqipërinë 12 natës takoj Edi Rama. Po pra, e me sharët për jashtë. Po s'ki kjo s'ka rëndësi fare, se tash ata janë më të degeneruarit e botës këtë e di gjithë botë. Mos shkëputemi kjo se domethënë, jemi në linjën ku nga Osmani në shkoj nga Vena Balluku, Greku. Tani vitin tjetër turqit bën sikur i bën një dhurat shqiptarëve. Ato 30 milionët për spitalin e Fierit. Në kohën e pandemisë, e kupton ti? Dhe turqit kanë dashur që kjo lojë të mos zbulojë. Kupton? Natyrisht ata nuk kanë interes që kur bëjnë një gjë të dalin sikur kanë përfituar në mënyrë të paligjshme apo në mënyrë jo vllazërore, sepse kështu i bie. Ashtu. Pavarësisht se shqiptarët duhet ju thonë faleminderit atyre për këtë rast. Po nga faleminderit tek dhënia e territorit shqiptar dalet çon, se ndryshojnë gjërat. Në hape krahun shumë. Dalet se nuk prit. Tani do t'ju marrim një situatë të ngjashme. Po qendro ke ambasadore si mike nga ambasadorja amerikane në Greqi, po. Jepi. Tani problemi i kryesor në Shqipëri, ai që është më i ndjeshëm dhe më i dukshëm dhe që filloi këtë protestë masive, këtë indignat masive të shqiptarëve, është Sazani dhe Zvërneci. Apo jo? Dhe kush po e merr? Amerika. Apo jo? Kushneri, domethënë Ameriko-Izraeliti. Bravo. Ashtu. Tani, të tërë din në Amerikë që Donald Trump është i shantazhueshëm. Kupton? Dhe që lobet dhe Mossadi në Amerikë po bëjnë kërdin duke korruptuar majtas e djathtas. Të njëjtin gjë bëjnë dhe në Europë. Edhe italianët kanë një problem jashtëzakonisht serioz, që është po ai që kanë shqiptarët, sepse
Të njëjtën gjë që po bëjnë në Shqipëri duke marrë Sazanin, Karaburunin e Zvërnecin, izraelitët, amerikanët, po e bëjnë edhe në Itali, në Puglia. Po. Domethënë ata duan të kapin të dyja anët e gjirit persik, domethënë të gjirit Otrantos, domethënë kanalit Otrantos dhe detit Adriatik, për të kontrolluar gjithë fluksin e shkëmbimit të mallrave, qoftë edhe anë ushtarake, midis Europës qendrore dhe pasaj detit Mesdhe. Amerikanët kanë pasur gjithmonë një tendencë hakmarrje kundër shqiptarëve. Dëgjoni. Po tani do t'i kuptojmë se si ata janë infiltruar dhe kanë dashur që këtë protestë masive ta çojnë në duart të njeriu të tyre, që për mua është Dritan Goxhaj. Pra pa tjena dole dhe. Prit. Kur kanë vajtur unë për herë të parë në protest, ka qenë dita e 5 apo e 6, nuk e di se si, dhe që thash që njerëzit e Berishës ishin në të 4 anët, kupton? Në momentin që u afrova unë atje, fillova të dëgjoja, por në mënyrë histerike, histerike, të bërtisnin UÇK-ja, UÇK-ja. Dëgjoni. Çfarë është UÇK-ja? Është një figurë, një simbol i luftës dhe i qëndresës së popullit shqiptar kundër serbëve. Dakor? Deri këtu jemi në rregull. Po është njëkohësisht në kuptim se çlirimin e Kosovës e kemi nga Amerika. Do me thënë, nëse neve lartësojmë UÇK-n, lartësojmë detyrimisht Amerikën. Po mirë, ti thua që nuk do ta lartësojmë UÇK-n e njëjtën? Jo, prit. Mos i ngatroni gjërat. Dakor, UÇK-ja pa diskutim ka epopenë e vet të lavdishme. Nuk diskutohet. Pa diskutim që pa Amerikën ajo luftë nuk fitoi. Pik. Tash unë do të bëj pyetjen ty si gazetar. Ç'drejtin do UÇK-ja në një lëvizje popullore të popullit shqiptar kundër Edi Ramës? Çfarë është arsyeja për të thënë UÇK-ja, UÇK-ja? Çfarë arsye ka? Dakor, heronj, çfarë të duash ti? Çliruan popullin e tyre në një farë mënyre, na çliruan dhe ne në kuptimin që ne jemi pjesë detyrimisht. Kosovë, Shqipëri është një, nuk diskutohet. Po ç'pun ka UÇK-ja në një protestë masive të popullit shqiptar kundër një regjimi totalitar, anakronik, autokratik, maskara, mashtrues, korruptuar, çfarë duash ti? Ç'pun ka? Na thuaj dot? Ç'a kuptimi ka? Kuptimi është ky që në asnjë mënyrë mos guxoni të ngriheni kundër Amerikës. Dhe po ju bëjmë edhe dhurat Dritan Goxhajn. Se ti je shef që është çdo gjë Pa asnjë diskutim. me skenare mirë menduar. Jo sot, po para vitesh. Jo sot, po vite. Si para vitesh. Vite të tëra që Amerika punon për ta shpërbërë Shqipërinë. Vite të tëra që Amerika, Franca, Italia, edhe po ja fusin vetes, ja kanë futur vetes gjatë gjithë këtyre kohëve, se duke u munduar të akmerën kundër meje, janë akmarë kundër vetes. E kupton? Është thyen bumerang. Në bumerang, gjithçka dhe unë kam lajmëruar gjithmonë. Ju po bëni kokrën e idiotit. I kam quajtur prej kohësh, inteligjenca më debile në botë, që çdo gjë që bën e bën kundër vetes. Po Angel, po a mos është momenti që mos i marrim gjërat kaq shumë? Jo për të ndalë mbrojtje. Dëgjoni këtë, mos i ngatroni. Jo për të ndalë mbrojtje dikujt, po sikur, për shembull ta marrim s'ka që mos ketë asnjë lloj problemi që të jetë edhe kjo thirrja UÇK-s ose edhe mbështetja. Por ç'pun ka, shiko këtu. Pra pse do të marrim kaq detaje? Dëgjoj këtu, kur flasim unë e ti, ne mund të themi edhe gjëra pa kuptim, pa lidhje, të rastësishme, të paqëllimshme tjera. Ti mendon se ngrihen 300.000 veta apo 20.000 veta dhe ngrejnë parulla më thash të paqëllimshme në kohë. Se din ato 20.000 veta. Ata 20.000 veta janë të drejtuar. Të thash, në krye të tëra atyre segmenteve që shikon ti atyre të tëra grupimeve janë nga mbrapa shërbimet e inteligjencës amerikane, shqiptare, aty brenda.
shiku, është aty brenda. Po janë gjithë, okay, janë gjithë. Janë të gjithë. Janë të gjithë. Po si, më thë pak të lutem. Se unë jam aty që nga dita e parë e vazhdoj të jem akoma, Po, te dikte. po. Edhe ka shumë shqiptarë tjerë që janë aty. Bijem dakord me këtë. Sigurisht, Po. sigurisht janë nga të gjitha rrymat. Po. Këta do të futen gjithë këta. Le të futen, 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 Rusia, Irani, le të futen, le të futen, le të futen. Më thë pak si ndoka kaq mrekullueshëm gjithë kjo gjëja që e habiskan gjithë popullin dhe shkokan në infektokan dhe flasin gjithë një zëri UÇK ose gjithë këto thirrjet e tjera. Po ku e diti se ça si ndodh pra, si atë si ndodh kështu. Populli ka një zëmrat, kjo nuk diskutohet. Ashtu. Populli e do ndryshimin, kjo nuk diskutohet. Dhe unë ta kam thënë 100 herë, në gjithë këtë vrull, inteligjenca punon jo në mënyrë se sot shteti Edi Rama nuk bre do të pushket vrasi protestuesit. Po i dhunon. Po i dhunon. Dhuna dje ndaj policisë, nga policia ndaj protestuesve. Po i dhunon, me molotov, me gazësi dhe spray, e vërtet, po prap elektrizuese, kopa gome, dhunë. Po prap është në sa që le të themi brenda normale, sepse edhe ata pretendojnë që protestuesit na kanë dhunuar, kanë qenë me gurë tjera tjera. Po them që pretendojnë. Ta vlen balla, pretendojnë ta po vlen pra, balla. nuk diskutohet që faji është i qeverisë, nuk diskutohet që policia është e keq drejtuar, e keq menaxhuar. Nuk diskutohet që ta thash të parën që shërbimi informativ nuk është pjesë e këtij shteti, nuk mbron shtetin, mbron shtetarin. E kupton? Atë kanë thënë dje gjatë gjithë ditës, policia e shtetit është kontradiktore komplet fare në atë se çka është shëruar, atë që tjetër mbarvajtjen e ruajtjen e qetësisë dhe interesave të popullit, të qytetarëve, mbron politikanët që gjithë populli ka dalë, pa hyrë këtyre siç ka thotë Engjëlli. Policia. Atëre, gjithçka që shteti ka në dorë, gjithçka që ish pushtetarët kanë në dorë. Sali Berisha, Ilir Meta, Lali Jeri më tash, këta që kanë para të fshehur, para të vjedhur. E kanë futur, e kanë investuar që të mos u mbasin atë që kishin në ratë parë. Dhe të mos dënohen. Se djetë, po mbasin do dënohen. Tani, ata janë all in. Pjesa me madhe e popullit do ndryshimin, po populli do kokë. Dhe kokën, nëse ati populli i heq kokën e Edi Ramës dhe e ven kokën e, më farë se po e them kështu unë, po për të mos qenë sa për të qenë konkret, se ndoshta nuk duam t'i bjem në gjuna askujt, nëse i heqim kokën e Edi Ramës apo Sali Berishës dhe vem kokën e Dritan Goxhait, kemi prapë të njëjtën kokë. Nëse protestën e drejton Altin Goxhai, kjo protest nuk ka asnjë lloj mundësie që t'i japin popullit nesër atë që populli pret sot. Po me Altinin, ç'e ke? Po unë e njoh personalisht Erdiçun. E njoh personalisht, nuk flas kot. Ja njoh karakterin. Është dredharak dhe kërkon të përfitojë në mënyrë të pandershme. Unë nuk besoj kur që ai njeri me të vërtetë është hedhur atje për t'i dhënë popullit liri e demokraci. E ta them 1 milion herë të njëjtin fjalë do përsëris. Më kupton? Tani jemi te kryesori. Shqiptarët duhet të kuptojnë që Edi Rama nuk është njeriu që ai njeriu vizionar, që kërkon të bëj parqe të mëdhaja, rezorte madhështore, të mrekullueshme, elit. E kupton? Ai është njeriu i shantazhueshëm, ai njeriu që s'ka me brek dhe mund t'ia fusin nga të katra anët. Ai është njeriu që ka 2 byth, një të çarën e një të ndarë. E ka thënë vetë. Çfarë përdor më shumë? Atë që e kanë datë tjerëve. Po. Që e ka më të çamë se sa kjo çarë. Po. Atëre, këta njerëz nuk kanë mundësi të mbrohen Erdiçun sot, edhe sikur të duan. Po pse nuk bien këto përderisa nuk pas ka mundësi që se si le ai që i ka në dorë. Ai mbron më shumë se kushdo tjetër. Rama sot është më i fortë nga dita e parë protestës, kur para si ishte protesta, apo sot që jemi ditën e 34 protestës. Tani sigurisht që sigurisht sot ai është më i dobët, sepse në radhë të parë bindja nuk është më vetëm e shqiptarëve, që ai është njëri korruptuar më the tash, që po shet vendin e vet. Por mos harroni që deri para një viti ai ishte
kanakari i Europës. Kush? Kanakari. Kari i Europës. Ku, si që pat juve atje, erdhën ata 30 burrat më të mençur të... A rrezikon që mos bëhet edhe ky samiti i NATO-s tu, që është Samiti do bëhet në Turqi dhe pritet pas rreth një jave, 4-5 ditë. Dhe unë nuk dua të fokusohem në atë pikë, nuk dua të bëj Jo thonë që rrezikon për shkak të kësaj proteste si tjetër që mos realizohet, mos bëhet. Jo, unë kam dëgjuar këtë tjetrën që për shkak të kësaj proteste dhe problemeve shumë të rënda që ka Shqipëria sot dhe që u bën të dukshme, ajo që pritet të bëjnë pas një viti në Tiranë, Për atë po them pra, për atë po them. Ndërsa Për samitin për samitin NATO-s pas një viti. Për NATO pas një viti, ndërsa unë e kisha për NATO pas 5 ditësh që të bëhet në Ankara. Në Ankara. Pse do marr pjesë në Shqipëri atje? Po, përderisa është anëtare NATO-s, të paktën ministri i jashtëm dhe ministri i mbrojtjes duhet të jenë atje. Protestës, i thonë që x keni hallë të tjera. Jo. Ata NATO. Po rrezikon ajo pas një viti, Rrezikon. Ajo rrezikon goxha. Po për çfarë arsye mund të rrezikojë një? Po sepse Shqipëria, dëgjoj këtu. Shqipëria pavarësisht se ky është faji i tyre, I kujt? I NATO-s. Ky është faji i Europës. Unë e kam thënë dhe nuk e do dorkur nga fakti që nëse Shqipëria është ka ta ndisur sot kështu, është faji i Europës, është faji i Francës, i Italisë, i Britanisë, i Amerikës e të tjerëve. Dhe natyrisht e NATO-s. Kupton? Domethënë, NATO është një organizat politiko-ushtarake që mbron demokracinë. E kupton? Që të arish nivelin e antarësimit në NATO, duhen ca kushte që përbëjnë shtetin demokratik. Dhe ata kanë mbyllur të dy syt, sepse kanë dashur të përfitojnë. Dhe kanë dashur të përfitojnë pikërisht sepse janë vetë tradhtarë. Dëgjoni mirë. Ata kanë nxitur vetë sulme, agresione kundër popujve të tjerë, vetëm që të bëjnë lajm, që të mbajnë njerëzit të fokusuar diku tjetër dhe jo në problemet e drejtësisë të tash. Edi Rama është krijesa e tyre më e shëmtuar. Ku një njeri, një vend zero për nga pikpamja ushtarake, po ashtu dhe një vend gati pranë zeros për nga pikpamja demokratike dhe institucionale, na prezantohet dhe pompohet nga të katër anët si ylli demokraci, si shembull për të marrë tjera. Po Engjëll, që me që se jemi këtu të themi edhe dy gjëra bazike, ai sa arrin të kuptojmë edhe thithin e, jo kaq se jemi që lartë. Po jemi se tani mënyrën se si shete ti gjëni. Unë i shef sepse jam unë kam një bagazh 25 vjeçar dhe unë ju njoh atyre dhëmbe dhe mball. Ne ndoshta do të besojmë pak më shumë për shkak se jemi provullës kaq shumë se sa i sprovoti edhe me eksperjencat e gjitha. Populli gjithmonë është i pafajshëm se orientohet e keq. Sigurisht. Populli ka një faj. Unë do ta them kështu seriozisht. Pavarësisht se dikush mund të thotë që po ky pretendon do ky. Tash në radhë fakt s'kan edhe fa njerëz që shohin se po, lojë interesash gjithë, kushdo që atëherë nëse është lojë interesash, unë do t'ju them kështu. Populli, shumë njerëz, intelektual dhe jo intelektual, kanë investuar, ka dhënë para për gjëra fare debile, fare pa interes për shoqërinë. E kupton? Unë jam njeri që kam treguar me dokumentacion që kam para, janë parat e mia. Dhe po kërkoj ndihmë që ta marr këtë para jo vetëm për të qenë unë i pasur ashtu siç e meritoj të jem. Dhe nëse këta njerëz e kanë me të vërtet të ndarë mendjen që Altini e ka këtë telefonin dhe duhet t'i takoj Altinit. Angeli ka këtë karikën dhe duhet t'i takoj Angelit. Dakor. Nëse jeni me të vërtet kështu, kuptoni një gjë. Sa kohë që Edi Rama, Sali Berisha të tjerë kanë para të Angelit, ju si popull s'keni asnjë shans që të merrni pushtet dhe të merrni drejtësi. Zero. Prandaj Angeli për të disa të herë po ju kërkon mi mblisni mua ato para, të marr parat e mia, që secili nga ju të merrni gjën tuaj. S'keni asnjë shans ndryshe. Sa për t'jeni atje në gjykat, dalin gjyqtar që dhunojnë haptazi, e di pse? Se janë pjesë e këtyre pazareve të Zvërnecit. Dhe ata e din që nëse Angel Luka ka para, ata mbeten me gishtë ngojë gjithë. E shkojnë kokër të burgut.
Do marrësh në qafë gjitha njerëz, dilesh pa punë. I marr unë më qafë, kanë marrë vetëm qafë ata. Ta bëhet e pyetjen që kishe. Po, se harrova. Ha. Për protestën tani. Më mirë të kishte ndodhur kështu siç ka ndodhur me të mirat edhe me të këqijat e veta, me këto ndërhyrjet e tjera që njerëzit arrin t'i kuptojnë dhe i shet ti, apo mos kishte ndodhur fare. Jo. Shumë mirë që ka ndodhur. Bravo. Nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Për ata njerëz që janë skeptik. Jo. Unë që dalë me pasërti, e shumë njerëz tjerë që dalin me pasërti, Jo. që ju mendoni jo, s'dalë unë t'i bëjmë pjesë të kësaj, se aty është ai, këtu është Engjilli, këtu është Jo. Dritani, këtu është Muli, këtu është Berisha. Kush del për veten e vet, edhe Dëgjoj këtu. nuk e di si është shef të pjesës, Atëre, sipas shumë njerëzve, unë mund të rija në shtëpi, bile mua shumë më bëhen për ditë këtu. Gjithfar budallëqesh këtu. Ka një mirë kjo protestë. Po nuk diskutohet. Okej. Që mos domosdoshme me njerëzit dhe njerëzit. Jo. Protesta është e domosdoshme. Legjitime. Zëri qytetar I jep atij liri. Çdo njeri. Çdo njeri. Bravo. Çdo njeri merr liri. E kupton se shteti është I tij. Edhe kur e dhunon shteti, ai prap ekziston si njeri. Shfaqet si njeri. Është domosdoshme. Domethënë, frika e qytetarëve është ajo që e bën këtë pushtet kaq agresiv. Në momentin që qytetarët, gjithsecili prej tyre, çlirohet nga bara e domethënë e frikës së pushtetit, ai ka çliruar veten, çliron dhe gjithçka tjetër. Nuk diskutohet. Unë kam thënë gjithmonë bazikisht në mënyrë më të thjeshtime, nuk diskutohet. Ka energji më të mirë që mund të ketë njeriu. Shumë nga edhe ti më ke thënë, ore Angjëll, ti gjithmonë I qeshur. Me gjithë hallë. Do të mijat janë pafund, e kupton ti? Po sepse unë jam njeri I lirë, çun. Unë nuk dua të di fare për të gjallë për të vdekur në kuptimin që ky ka pushtet ai ka pushtet. Mos as për më të mirin e kësaj bote nuk më shkon mendje. Ta kuptoj. Unë jam njeri I lirë dhe ftoj këdo që të bëhet njeri I lirë. Bravo. Dhe ai bëhet I lirë. Do kuptoni që atë ditë keni filluar të jetoni. Po, tamam. Nga momenti që ti bëhesh njeri I lirë, që ti këtë vuajnë këta që janë pushtet. Po pra, ata janë robër. Ata që atë ditë që tieni është lirë ato. Ata që ju I dini, ata që ju I dini njerëz të pasur, njerëz të famshëm, njerëz të pushtetshëm janë krimba. Do kuptoni, ata janë krimba. Si e kanë jetën ata që. Po pra, ato jetojnë varësinë, jo njëri, por shumë tjerë vetë I rrin kështu. Jo, ndoshta asnjëri nuk e kupton dot dhe nuk e beson dot. Izolimi mund të jetë brenda. Asnjëri nuk e beson dot që unë, siç kam thënë, kam pasur mundësi të bëhesha kryeminist që këtu 30 vjet shkuar. Dhe nuk e kam pranuar, dhe ndoshta njerëzit thonë, "Ky është budall." Jo, re. Ti je kryeminist natyrisht. Shfaqesh në për televizione, shkon në për dreka, përqafosh me njerëz që si një fare, kot. Po ti si je I vetes tënde? Po si jetoj dotun me bodyguard me budalliqe rreth rrotut vetes. Jo, unë do të bëj jetën time normale. Me që se ndoli ke bodyguard dhe se dje ka ndodhi ngjarje, para se të fillonte protesta nga ora 9:30, ndërkohë që ishin njoftuar 90 protesta para kuvendit, bodyguardët e Ulsi Manjës shkojnë marrin peng, unë e quaj marrin peng, bashkë me policinë pastaj, brenda një ambienti lokali. Shkojnë godasin protestuesit atje para se të fillonte protesta. Para se të fillonte gjysmë orë, një orë para. Godasin kanë thyer dhe hundën njëri nga aty. Dhe I marrin nga lokali, fusin pastaj I çojnë në komisariat. Por dhunën e kanë ushtruar, e filmuar dhe dokumentuar. Atëre, meqenëse si ti njeh edhe ligjet, si e shek këtë gjë? Atëre, rasti është I pastër agresiv. Nuk diskutohet. Dhe është maksimalisht I konsiderohet pengmarrje? Po, sigurisht që konsiderohet pengmarrje. Edhe sikur ai person më përpara të ketë bërë në një akt penal, e kupton? Nuk shkon bodyguardi s'ka asnjë të drejtë. Bodyguardi është mbrojtës. Domethënë nuk ka të drejtë të shtyhet jashtë kufirit mbrojtës. Po pra, ai është mbrojtës. Unë jam këtu për të mbrojtur Altinin. Nuk mund të shkoj atje për të sulmuar njëri pse shau Altinin. Ndërkohë që Altini është këtu. Jo, ai mbron Altinin. Domethënë, nga pikpamja ligjore, qoftë policët, qoftë bodyguardi janë të dënueshëm penalisht për pengmarrje. Sepse cili është ligji I një të lutem nëse pengmarrje.
Në 109. 109. Në 109. Tani, personi që merr personin penga është i dënueshëm nga 10 deri 20 vjet. Ashtu dhe përdesa domethënë veprimi është bërë në grup, e kupton? Dhe në ambient publik futen edhe shumë vepra të tjera penale. Dhe natyrisht futen edhe shpërdorimi i detyrës, se këta kanë qenë persona në detyrë. I vetmi mundësi që policia të veprojë për të marrë këtë njerëz është me urdhër prokurorie. Nëse kanë pasur urdhër prokurorie minimalisht, atëherë ju lindet drejta, pa ushtrim dhune. Kupton? Ushtrimin e dhunës e bëjnë vetëm në rast se personi që polici shkon me një flet arresti në dorë, has rezistencë apo godet apo një bëhet agresiv, atëherë edhe policia ka të drejtë të kundërpërgjigjet me të njëjtën formë. Po në asnjë mënyrë polici vetë të shkojë ushtrojë dhuni pare. Kurrë në kurrës, nuk e ka të drejtën të shkojë te ky kur nuk ka urdhrin e prokurorit. Pa urdhër prokurorit dhe urdhri prokurorit vlen aq kohë sa do të vlerësohet edhe në gjykat. Do të thënë kam maksimumi 2 ditë vlerë. Se more do ditën e parë. Po se more mbarove. Do të thënë se more sot, se more nesër, se more ditën e tretë, mbarove duhet ta lirosh direkt. Kupton? Dhe personit i lindet drejta të bëjë kallëzim penal. Tani edhe tek protesta që është ushtruar dhunë nga policia drejt protestuesve, me shkopa gome etj, janë gjithë dokumentuar. Drejtuesit do mbajnë përgjegjësi. A mund të ndiqet mbrapa sigurisht, ligjore? Por, nëpërmjet avokatëve, të gjithë personat janë dhunuar, duhet të bëjnë kallëzim penal kundër personave. Ky është një akt qytetarie, është që do ta bëjë çdo njeri. Se s'bën çdo një ligjor, po më tepër ligji. Pse un kam atë ka bërë dhe Engulli ka vite. Prej vitesh un kam thënë që populli shqiptar të ushtrojë dhunë kundër këtij pushteti nuk mundet. Sepse ky ka terra në dorë. Do të thonë kundër përgjigjës. Kjo doja dile ke pyetje tjetër. Por populli shqiptar ka të drejtë të dalin, të protestojë qytetarisht dhe të mos bjerë prej provokimeve. Do të thënë, duhet të ndjeki sa më shumë rrugën ligjore, atë rrugë që pala tjetër nuk e shfrytëzon dot. Unë jam këtu, jo se s'di të vrasit të presës. Unë jam këtu, sepse e di që po preka njeri këta më mbysin më brenda sekondës. Protestës ose qytetarëve shqiptar protestues që janë të pastër, që janë bashkuar kësaj proteste, çfarë i thuan një mesazh të qëndrojnë në mënyrë qytetare, paqësore, mos Tani, me sa kam parun atje në shesh të burrave, domethënë te kryeministria, ka një protestë që faktikisht quhet paqësore. Nuk janë goditur policë, nuk është dëmtuar gjë, me sa diunë janë. Po pra. Shembull është kthyer, jo vetëm për Shqipërinë, për shembull, për gjithë botën. Dhe unë i ftoj në atë rrugë. Dhe sa më shumë pjesëmarrje qytetare, secili për veten e vet. Më kupton? Kjo është forca jonë, bashkimi dhe numri. Po ti jemi më shumë. Por do të shtoj që ja natyrë të nxjerrin maskën. Maska është kjo që kanë bërë 2 herë te parlamenti fut e bjerë. Që kjo protestë të përfundojë atje ku duhet të përfundojë, domethënë që të shporet ky regjim njerëzish mbakutor, njerëzish që nuk kanë lënë krim pa kryer në këtë vend, mbi të gjitha tradhtin. Atëherë do bëjnë shqiptarët. Do ta dibojnë shqiptarët, do t'i bëjnë Palestinë këtë vend. Do ta bëjnë Palestinë me po. E keni parë. Kështu duan. Tani që kjo protestë të fitoj ka vetëm një rrugë. Dhe rruga është që Edi Rama me Sali Berishën tash të dënohen penalisht. Sepse nuk ka rrugë tjetër. O do veprosh ti me gur, me dru, me armë, më tash, që nuk ja del dot, sigurisht, dhe vendi shkon drejt shkatërimit total, dhe armiqta ta presin, shqyrë zoti. Bravo. Pra edhe këto provokimet që kemi parë, ajo që policia dhunuan dje para 2 ditësh prapë. Ata presin. Ata e bëjnë qëllimisht që të bien prej që të bien prej dhe të vënë dorë. Për këtë arsye do të lëvizën, jepën urdhër policisë që të godasin ose të provokojnë. Nesër është data 4. Me kapi. Nesër një grup shqiptarësh të nxitur nga vetë amerikanë do vinë këtu të bërtasin rroftë Amerika. Imagjinoni në shtëpi jeni. Rrofta i duti. Rrofta i që po më grabit. Që i bje? Unë dje kam bërë një intervistë tek ai Soni.
Kesoni, po. Ashtë. Nga gjithë intervista që ka qenë gati një 2 minuta, kanë nxjerrë vetëm një fjalë timen, të qesh tani apo të qesh kur të shkoj në shtëpi. Ose fol bukur. Në lidhje Kjo si thonë në lidhje me nga i bukur ti thon në ekimin e gjo me këto. Të qesh tani apo të qesh ose ishte? Në lidhje me pilin, në lidhje me pilinçin. Hajde, na thoni shpreh tjetër sot. Nga 2 minuta vetëm një shpjegim i fjalë. Vetë që sepse pyetje para ishte kjo. Ka faj Soni, se Soni thjesht bën Realin. Po pra, e di. Ka rroba qepës tjerë. Janë rroba qepësit. Edhe rroba qepësit kanë preseti gati. Pyetja ishte ç'lidhje ka Amerika, a ka faj Amerika, a do na ndihmoj Amerika diçka ti? A do na ndihmoj Amerika diçka tjetër? Thashun, po këtu, jo, pyetja ishte kështu. A janë protestuesit kundër amerikanëve apo pro amerikanëve ti që? E unë thash, po përveç kundër amerikanëve ku janë tjetër ata? Se ata kanë dalë atje për të mbrojtur Sazanin, po mbrojnë Sazanin kundër kujt? Kundër amerikanëve. Atëre. Ajo që duhet të them për ta mbyllur. Për ta mbyllur. Mos mërziten edhe njerëzit. Vetëm hengjë dhe mos. Me të vërtet ju po dini përpara kryeministrisë e thoni Rama idhu poshtë. Edhe Rama thotë kështu që ti idhem që ka kati 4 këtu poshtë apo 3 kati sa janë. Ti idhem poshtë, unë vritem kështu që s'po idhem fare. S'të visja vendi. Sot ka dalë dhe Spaku, Klodian Brau. E thotë ne kemi bërë kështu, kemi bërë kaq arrest, kemi bërë kështu, jo po ligji nuk na lejon neve që të vëmë dorë të deputetët, dhe thotë ai, ne kërkojmë që deputetët mos kenë imunitet. Unë jam 100% dakord. Që mos kenë. Që të mos kenë. Dhe pse jam dakord? Deputetët pretendojnë që janë njerëz të përfaqësuar nga populli dhe që mbrojnë vullnetin e popullit dhe si të tillë nuk mund të preken sepse kanë edhe detyra të tjera të rëndësishme. Prit. Mirë po. Mos harroni që kryetari i gjykatës së lartë dhe të gjithë anëtarët e gjykatës së lartë, kryetari i Spakut dhe të gjithë anëtarët e Spakut, prokurorët e gjyqtarë, prokurorët këtu, të rretheve, vetë prokurori i përgjithshëm, vetë kreu i institucionit shikut, nuk kanë imunitet. Pse deputetët duhet të kenë imunitet? Pse ka mundsi? Pse duhet të kenë? Ata kanë ligjet, se kanë ligjin. Jo. Sepse deputetët përbën një zinxhir ku hetimi mbetet në ngërç. Do të thënë, bëju një kallëzim kundër kryeprokurorit këtu, fillon hetimi, po e themi kot, nuk ka filluar asnjëherë, po ta them se fillon. Ti je i sigurt që 99 hetimi nuk ka filluar asnjëherë, po se sigurt. 99% e hetimeve do të përfundonin te deputetët, të sigurojnë 100%. Këtu hyn e delsa për të jeni ish deputeti Alket Hyseni. E diti? Alket Hyseni i ka vjedhur shtetit shqiptar $6 milion, ja ka marrë al petrolit. Nuk hetohet në Spakaj te ky Klodian Brau, që duhet kishte filluar hetimi që para 7 vjetësh. Me atë që kam përshon. Po ç'a bën? Hyn e del këtu fshehurazi ai. Dhe të tëra çap deklarona i këtu i shkojnë fshehurazi Spakut. Spaku bën sikur s'digje. E kupton lojën ti? Janë me 10 raste ku njerëzit, për shembull, është ai Fatmir. Bekteshi. Bravo, Bektashi. Ai ka hyrë kush e di sa herë këtu. Se nga që thosh. Dhe ç'a bën? Hetimet që duhet i bëj Spaku, për të mos figuruar në dokumentacion, i bëjnë këtu. Dhe për çfarë i përdorin? Presion. Për gjobënie. Presion gjobënie. Troç fare. Do të thënë, ata që pretendojnë se deputetët kanë imunitet, janë mashtrues kronik patologjik. Ata kanë me 10 raste që duhet t'i arrestojnë, se s'bën dhe nuk lëvizin vendit. Ç'a bën? Gjitha kallëzimet e mia i degdishin në Tiranë, në Durrës, andaj po këtej, që të mos bëjnë veprimin që e dikton ligji tani, sot, me njëherë. E dërgojnë andej edhe pastaj fillojnë sajojnë mënyrat që të mos bëhet hetim, që të mos preket personi. Nga ai që është dëmtuar. Sepse ai personi, sigurisht që hetohet, sigurisht vihet në shtrëngesë, sigurisht i merret edhe të paktën një pjesë e pasurisë.
Kështu funksionon shteti shqiptar. Angel, për ta mbyll tani. Për ta mbyll, shqiptar, punoni për veten tuaj. Dilni në protest dhe hapni syt, ke keni para, ke keni majtas, ke keni djathtas. Nëse pran vetes shikoni njerëz të Sali Berishës, njerëz të Shikut, njerëz të Ilirin Guard, që janë po ashtu spion, grup spionazhi, dhe grup gjovencësh, që marrin informacione dhe i bredhin dorë më dorë dhe marrin pjesën e tyre të fitimit. E 100% e sigurt. Kur shikoni njerëz të tillë, distanconi dhe lajmëroni njëri tjetrin. Dhe bëni nga një tim secili prej jush me aq pak sa dini, që të shikoni, ore, kush është Angel Luka? Kush është Artin Tufa? Kush është Dritan Goxhaj? Kush është Edi Rama? Nëse e dini. Dhe të arrini një konkluzion dhe të mbështesni, jo vetëm me fjalë, sepse unë pash atje që mira qytetarë kanë blerë kështu ngjyra. Po sa bën një pakon ngjyra? Bën para ardi çun. Po pse ato para nuk i vini në një pikë ku ka mundësi të atakohet ligjërisht shteti? Edi Rama, Sali Berisha, Klodian Braho, Vlora Hyseni, që është kulmi i fuqisë së këtij vendi, një njeri që ka uzurpuar një institucion duke mos pasur as pasaportë shqiptare. Duke mos janë fare pjesë atij institucioni. Domethënë ajo është vegla më qore e Edi Ramës dhe e amerikanëve. Ajo është vënë në atë pozicion nga Edi Rama me urdhër të amerikanëve. Dhe e di çfarë merite ka ajo? Kur e kam parë jam lemerisur. Di ka gjutë uaj. Kam edhe një vëllon i qenë. Ka shokoj mi qenë që di tasi gjutë uaj. Po pra, tani Kur lirohet në event që ka një vend vakant aty të tani çoj. kulmi se unë jam i sigurt që në shërbimin informativ ka edhe njerëz që janë me të vërtet profesionistë. E kupton? Dhe unë e di që shumë prej atyre njerëzve janë sot në sikletin e tyre më të madh. Që jo vetëm ata kanë kuptuar që në krye kanë një njeri që kurse si nuk mund të jetë atje, e dytë, po ata kanë kuptuar që kanë rënë në grackën e tradhtisë dhe edhe pse shumë prej tyre kanë faje të tjera, kanë faje korrupsioni, kanë faje gjithfar palaçollëqesh, po jo detyrimisht i korruptuari është tradhtar. E kupton? Dhe mund të siguroj se shumë nga ata njerëz të Shikut, ashtu si shumë nga njerëzit e policisë, edhe pse janë të korruptuar, nuk janë detyrimisht tradhtar. Dhe duhet shumë pak që ata të vinë në rrugën e duhur. Po ata s'mund të vinë në rrugën e duhur sa kohë atje është Vlora Hyseni. S'mund, s'është e mundur. Çuna, Altini ti mbaroi bateria. Kjo bateria këtu. Ja, thjesht bateria ime. Jo. Kjo. Miq, merrni më të mirën, siç e them për Angelin dhe për gjithë ata që shprehen në kanalin Pisk, ju jeni ato që quhet gjykatësit më të mirë të asaj se çka dëgjoni dhe nuhasni për interesin e madh të Shqipërisë dhe të gjithë secilit nga ne. Kështu që dëgjojeni me vëmendje, Shikoni. vëni pak logjikën dhe kuptoni nga ajo se çka thot Angel. Izraeli është si popull dhe si shtet gjëja më e keqe që i ka rënë kësaj bote. Edhe si popull? Edhe si popull. Ata janë komplet të indoktrinuar. Janë njësoj si nazistët e kohës si Hitlerit. Mos fol kështu se s'lejohet. Jo, lejohet se kanë thënë të tërë ata, mos kish u edhe po shpreh gjykata për ditë. E kanë thënë vetë ata. E thon parlamentarë, domethënë kongresmenët amerikanë e thon për ditë. Mediat amerikane e thon për ditë. Rima se kanë ardhur te e thon ato se kanë nga tjetër. Po le të thonë s'm bëhet von fare mua, mos ki merak. Unë jam ky që jam edhe gjërat i kam kështu pak a pak. Unë i ruaj deri në atë pikë sa ruan, pastaj tak. I ruan si do t'i vërtetoj ose ka në gjë. Po, se kryesorja është të vërtetoj. Se po ta thosha këto fjalë para 5 vjetësh nuk do kuptonte asgjë. Sot që vjen Osmani dhe pushton Vlorën, doni me ju? Ky sigurisht ka prish marrëdhënie me Turqinë, po se mikën nga Osmani, mikën shumë shpejt nga Osmani. Ore, po dallë njëni juve ku ka prishje marrëdhënie kur futen interesat në mes. Se po Turku, i është Amerikës është edhe Turku? Jo, re, Turku është i Turkut, kërkon pjesën e vet. Turku po kërkon të bëhet vendi hegemon në gjithë rajonin dhe e ka mundësinë. Po sigurisht kanë prish marrëdhënie për të Pashalimani pra se ka marrë Izraelin dorë. Po lërë ti çun.
la Pashalimanin, mori Vlorën. Po ku ti çfarë intereson më shumë Vlora apo Pashalimani? Emri i intereson, emri. Po jo se është. Jo, i intereson emri më shumë se çdo gjë. Shikoni këtu, nuk kuptoni ju. Unë të kam thënë ty që në kohën e Gërdecit, të kam thënë që akti kriminal makabër është organizuar nga shteti italian si hakmarrje drejt për filmin që kanë lozur për edhjen e depos së madhe të italianëve në Vlorë. Për filmin? Për filmin. Gërdeci është hakmarrje? Gërdeci është direkt hakmarrje dhe është bërë pikrisht me po ato mjete, me ato forma. Ç'a thua? Ta kam thënë para 2 vjetësh unë. Tani ti sot për 50 minuta që kemi folën këtu, ç'a s'ke thënë më? Pra, ai Gërdeci ka qenë pjesëmarrje drejt për drejt dhe një hakmarrje drejt për drejt e italianëve për aktin e grupeve ilegale shqiptare që hodhën gjatë luftës nacionale shqiptare, hodhën në erë depon më të madhe ushtarake të italianëve këtu. E kupton? Dhe si akt hakmarrje për atë që bën atëre, si akt psikopatik i shtetit italian për hakmarrje, do të thënë që atë që na keni bërë, ata i po ju bëjnë. Edhe vetë Edi Rama është hakmarrje e shtetit italian. Ditën që Edi Rama ka ardhur në pushtet, ka dhënë urdhër që të pastrohen të gjitha godinat që i takojnë fashizmit, që janë ndërtuar në kohën e fashizmit. Dhe po në atë vit, në vitin 2013 me të ardhur në pushtet Edi Rama ka shpallur lungomaren në Vlorë. Do të thënë në vendin e flamurit, në kohën e flamurit, në ditën e flamurit, ai e shpall Vlorën lungomare. Do të thënë pjesë të shtetit italian. Kjo është simbolika. E kuptoni ju kush është Engjëll Luka? Qa beqira shemi një me Engjëll? Ju jeni beqira. Jo, ne do të thëmë ne ka që... Po pra. Po edhe ne për derisa kemi lënë të tjenë atyre. Ju keni kontribuar që Engjëll Luka të mbetet pasi Kokrleku dhe në gjendjen e mirëfillt të Pepmares, prun pus dhunës së pashmangshme, ndërkohë që Engjëll Luka është i vetmi njeri që ju ka dalë ballas atyre njerëzve dhe di gjëra që për të cilat ata lemerisen. E kuptoni? Prandaj ata kërkojnë të gjejnë nga një njeri, çfarë do njeriu, që është i pranueshëm për popullin, por që gjithsesi është vetë tyre. Si kanë gjithmonë nga njeri ata avash. Zori madhe në Shqipëri? Prandaj jemi beqira ne. Miq, ju përshëndesim. Ne na kemi myt sot. Lini komentet tuaja për të se çka dëgjuat sot dhe është disa herë që bëjmë të thirrje për Engjëllin, ka nevojë për mbështetjen tuaj. Tani formën e tregoni ju, ne nuk po bëjmë nga ata siç bëjnë ata tjerët. Kështu që formën jemi të dy njerëz modest, thjesht, nuk është mirë për ta thënë kështu, ta themi ne, por e kemi vërtetuar me kohën këtë gjë. Kështu që na thoni ju si mund ta ndihmoni Engjëllin që të marrë atë që i takon dhe ta kthejë në shërbim të popullit shqiptar. Të jeni jetën e vet, kohën e vet, dhe ka shkatuar jetën e vet familjare. 25 vjet jetë kaluar në tmerre të pashembullta, në sakrificat të pashembullta, në pamundësi absolute financiare, i ndar nga të gjithë familjarët, sepse ju kanë futur frikën dhe ju kanë thënë do ta arrestojmë, do të bëjmë këtë, ishit ti, çfarë ju kanë thënë, e kupton? Dhe pastaj një pjesë të tyre dhe i kanë korruptuar për të më kthyer mua, gjakun tim, njerëzit e mi, për të më kthyer mua kundra. Dhe vazhdojnë edhe pse kanë vendime dhe janë kapur mat nga tëra anët. Përçarje që kanë futur shqiptarëve ndër vite. Ajo. Sepse tek unë shikon njeriu që nuk u përkulet në asnjë lloj forme shantazhe, po ta shihni edhe makro, jo vetëm nga Engjëll, po ta shihni makro, prandaj jemi këtu ku jemi, se na kanë ushqyer me atë çapën e vogël, me atë lugën bosh, atë lugën bosh e luga nesër, do na kthehet në hel. Tani unë ju siguroj që me ndihmën tuaj, të secilit prej jush, sado modeste, unë e bëj policinë e shtetit dhe shërbimin informativ që të hidhet direkt në mbrojtje tuaj dhe direkt kundër të gjithë atyre që janë armiq të këtij vendi sot. Kështu që na sugjeroni ju formën se si mund të kontribuoni. Sepse unë e njoh edhe policinë, edhe prokurorinë, edhe shërbimin informativ, edhe prokurorinë e përgjithshme, edhe SPAK-un, edhe mediat shumë prej tyre. Kupton? Njoh edhe miqt që janë këtu prezent dhe që na duan shumë,
edhe ata që bëjnë sikur janë miq tanë. Dhe ata më njohin, të jeni të sigurt që ata më njohin, dhe më njohin shumë mirë. Ju përshëndesim, të jeni mirë.